Përshëndetje goca dhe mirë se vini në ditën e 10 të serisë së Krishtlindjeve. Ja dhe seti që do vendosim sot tek tojnë mi është ky seti me gura. Duken tepër të bukura në duar dhe përshtaten me çdo veshje apo rast që ju mund të keni. Sot po punoj një set për një kliente shumë të dashur e cila zgjodhi një model të veçantë. Gjithashtu ky nuk është seti i vetëm që ajo ka zgjedhur, por janë dhe të tjera që dua t'rregoj në seritë e ardhshme. Siç e pat në video, kam vendosur bazën në të gjitha thonjt, kam vendosur një ngjyrë nude dhe më pas i kam bërë sepse modeli ishte i tillë. Ja, ky ishte dhe inspirimi për modelin. Kam bërë vjezdimet me gelin 3D. Ky gel nuk lë stres ngjitse sipër dhe të ndihmon që të ngjisësh xixat krom. Siç po e shihni, kam përdorur xixën pasqyrë gold. Sigurohem që çdo cep ta lyej mirë me xixën, më pas fshi xixat e tepërta. Me shkëlqyesin pa fshirje do të lyejnë vetëm pjesën e dizenjus me xixën gold. Dhe thonjt do të duken kështu, shumë të veçanta dhe të kombinueshme me çdo gjë dhe për çdo rast. I vendosa dhe në paketim dhe kaq ishte për sot. Shumë faleminderit që më ndoqët deri në fund dhe mos harroni të bëni porositë tuaja para sezonit të festave. Shihemi nesër.